العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاتي. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falëndrimi dhe lavdërimi I plotit takojnë Allahu subhanahu wa taala. Salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi pasuesit e tij deri në ditën e Kiametit. Siç jeni pa lajmëru vllazni, domethënë tema rreth cilës do t'i themi disa fjalë është titullohet Robrit e pasioneve. Këtë titull e kam marrë për një librit Liberty, më saktë, të cilin e ka shkruajtur Abdulaziz Ablatifi, është një doktor I akides shumë I njohur në botën islame. Dhe inshallah taala pjesë do ta mbajmë, ashtu si do të vijë radha. Ka bërë një trajtim shumë interesant, domethënë të pasimit të epshit, mirë po nga këndvështrimi I akides. Edhe se disa derse do të dalin, disa derse, normalisht, domethënë unë kam marrë edhe prej librave tjera, informata tjera, domethënë që mund të thuhen rreth kësaj teme. Edhe besoj që do të jetë e dobishme, lutim Allahun subhanahu wa taala që na prej për atyre të cilët kur I ndëgjojnë fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, I pasojnë ato fjalë, se kjo është edhe qëllimi I derseve. Domethënë qëllimi domethënë final I kësaj që domethënë xhallar përgatitin derse, shkruajnë për këtë, është që ne të mësojmë diçka dhe ata të mundohemi ta praktikojmë pastaj. Nëse përfundon veç derset, nëse përfundojnë vetëm me një takim kështu disa minutësh edhe nuk përfitojmë edhe nuk e ndryshojmë në vetveten, atëherë ta dini domethënë të jeni të bindur se kur gjë s'kemi bën tjetër vetëm se ndoshta edhe kemi humb kohën edhe kur gjë s'kemi përfituar. Sido që të jetë disa prej këtyre temave, domethënë robrit e pasioneve, në fund me lejen e Allahut subhanahu wa taala do ta kemi edhe librin sepse unë pjesë do ta përkthej ata. Është një temë siç thash është shumë interesante. Themeli kryesor I tauhidit, besimit, do thonë është me sinu Allahun subhanahu wa taala me zemrën tënde. Që kjo është mesazhi I fjalës la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Do thonë mesazhi I shahadetit është që neve do të thonë na shtyje që ta kemi synim edhe ta dëshirojmë me lëvizjen tonë, me ibadetin tonë, me jetën tonë, ta jetojmë për me arrit deri te një cak. Ai cak është, domethënë, Allahu subhanahu wa taala. E që kjo është një punë shumë e rëndë. Domethënë me pas në jetën tënde cak Allahun azza wa jall, për me mritë Allahun subhanahu wa taala, domethënë është një punë shumë e vështirë. Dikush mund të më mendojë se është punë e lehtë. Mirë po në realitet kjo është puna më e vështirë. Domethënë me qenë ai lëvizësi yt. Domethënë dëshira për m'u afru Allahut, për me njoftë Allahun. Domethënë kjo është puna më e madhe.
Kush e ka mri këtë gjën zemrën e vet, faktikisht do të thonë e ka kuptuar shpirtin edhe thelbin e besimit. Se njerëzit do të thonë kanë se secilin njerë diçka e shtim e punu. Secilin njerë do të thonë diçka e motivon për me bë veprat ndryshme. Diçka e motivon ata. Ti kanë për shembull e motivon paraja. Dikan e motivon dunjaja përgjithësi. Dikan e motivon për shembull ndonjë femër. E motivon, a i keni pa për shembull ata të cilët kur dashurohen, do të thonë bëjnë gjëra marramendse dhe gjithçka, do të thonë vepron në atë drejtim. Do të thonë për me arrit qëllimin e tij. Për arsye se synimi i atij në jetën e vet është me arrit një të mirë të kësaj dunjaje. Kurse tauhidi, thelbi i tauhidit është ta kemi synim Allahun subhanahu wa taala. Edhe është një realitet. Nëse nuk e kemi Allahun subhanahu wa taala, nëse ne nuk e kemi synim Allahun në jetën tonë, atëherë do të kemi ndonjë synim tjetër. S'mundesh ose kemi pas Allahun azza wa jall, ose kemi pas do të thonë ndonjë synim tjetër. Ai synimi tjetër është shumë i rrezikshëm. Zakonisht janë epshet. Kush nuk e ka Allahun azza wa jall synim në jetën e kësaj dunjaje, kush nuk e motivon atë që nuk e motivon Allahu për me vepru, mos me vepru, me shku, me ardh, me punu, mu lodh, mu fal, mu largu prej gjunave, atë që nuk e motivon Allahu, atë njeri do ta motivoj diçka tjetër. Dhe njeriu, si thot Sheikhul Islam Ibn Taymija, një fjalë shumë interesante për mendimin tim, për arsye se ajo është një, siç ka thonë edhe vetë Sheikhul Islam Ibn Taymija, është një përfundim induktiv. Një konkluz induktive është, thot, se njeriu çdo herë që sa më shumë që bëhet mendje madh ndaj adhurimit të Allahut, ndaj ibadeteve, çaq më shumë është mushrik. Çaq më shumë është politeist i dhujtar. Dhe i afrohet i dhujtarisë. Dhe sa më shumë që, do të thonë, bëhet mendje madh ndaj ibadetit, çaq më tepër ka me qenë i varur prej dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Sa më shumë që do të thonë largohesh prej ibadetit, çaq më tepër ke me qenë i varur prej tjetërkuj. Kush është ai tjetërkush? Epshet. Epshet e ndryshme, do të thonë të kësaj dunjaje. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata i cili e ka synim në jetën e vet të mirat e ndryshme të kësaj dunjaje, i ka quajt robër të atyre të mirave. Çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ka thonë ta'isa abdud dirham, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdul khamisa, ta'isa abdul khamila, in u'tiya radi wa in lam yu'ta sakhit, ta'isa wa intakas wa idha shika falan takas, ta'isa wa intakas wa idha shika falan taqash, wa tuba li 'abdin akhadha bi'anani farisihi fi sabilillah أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن فلا يؤذن له وإن شفع فلا يشفع. Është një hadith i gjatë që unë e citova, domethënë teksti që thotë pejgamberi sa u shkatrof robi i dinarit. U shkatrof robi i dirhemit. Dinari dhe dirhem janë arja dhe argjendi. Domethënë se parat e arit kanë qenë në kohët e vjetra dinare kanë pas emrin. Parat e arit, ato të argjendit dirhem. U shkatrof robi i dinarit. U shkatrof robi i dirhemit. U shkatrof robi i veshjeve të mira. Dikush synim të vetin këtë dunjë e ka, do thonë me mri që të ketë të veshje të mirë. Dikush të ketë të holla. A hamila është shtrojet e mira. Shtrojet e shtrenjta. Dikush është rabi i asaj, që të ketë, do me thonë, shtëpinë e vetë, a ketë me shtroje shtrenjta. A jeton për qata. Ata gjithë shka e lëviz kjo dëshirë. Pas e thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa wa antakas, u shkatroft dhe u prapsoft. Disa tjetër kanë komentu,
Domethënë sa ajo është një murzue, mu kthi prapë murzue që ajo. Po I dha shike felen të kash. Nëse e shpon një therr, mos pat mundësi që ta heke therrën prej gishtit vet. Kjo është dua e pejgamberit sa kundër atë, thotë Sheikhul Islam Temi, kjo është një dua e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sa ai I cili robrohet. Ai robro prej epsheve, domethënë pasioneve të ndryshme në këtë dynja. Nuk janë vetëm këto në hadith. Pasionet, domethënë që mund të ketë dikush janë të ndryshme. Ai I cili bëhet rob I ative, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë është lut për ata që edhe një therr kur ta shpojet mos ketë mundësi me hek. Pse ka me konë rob, domethënë I gjërave të poshtra në këtë dynjë. E shef, domethënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam I ka thënë këto, kjo është kategoria e parë e njerëzve. Domethënë mu robru ndaj pasioneve, epsheve të ndryshme, domethënë kjo prandaj edhe Allahu subhanahu wa taala në Kur'an ka thonë ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Ai ke pa ata I cili zot të vetin e ka konsideruar epshin e tij. Se s'ka zgjidhje tjetër, ose do jesh robi I Allahut azza wa xal. Domethënë këtë thotë Sheikhul Islam Temi. Kjo është një përfundim induktiv. Çfarë më thon kjo përfundim induktiv? Se ndoshta është terminologji, domethënë që ka nevojë pak më shumë shpjeguar. Përfundim induktiv do të thotë një përfundim që nxirret si rezultat I leximit të çdo ajetit edhe hadithit, një nga një. Kur shkon prej asaj që është pjesërishtme deri ka, domethënë konkluza e përgjithshme, kjo quhet metodë induktive, e kundërta është metodë deduktive, janë terminologji, domethënë të shkencës metodologjisë së hulumtimit, si quhet. Mirë po, domethënë ajo nuk është tema, nuk është me rëndësi kryesorja nëse e lexon e njerëzit të mëdhenj, sigurisht se Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, të cilët për shembull I kanë ditë hadithet e pejgamberit të gjitha, I kanë ditë mirë shariatin, I kanë ditë tefsiret, komentimet e ndryshme të ajeteve kuranore, kur thon këto fjalë, më thon këto konkluza, kjo është domethënë një rezultat, një dituri në të cilën ai ka marrë si rezultat I studimit gjatë me vite që ka thith dituri prej Kuranit edhe Sunetit dhe prej dietarëve dhe vjen më thon deri tek I përfundimi. Kjo është lexim mes rreshtave, lexim domethënë faktikisht një përfundim shumë I rëndësishëm të cilin duhet ta di secili besimtar se o do të jesh robi I Allahut, o do të jesh robi I epshit. Nuk ka zgjidhje tjetër. Se edhe kështu, domethënë tash më kujtu edhe një ajet tjetër kuranor shumë interesant. Thot Allahu subhanahu wa taala fa in lam yastajibu laka fa'lam annahum yattabi'una ahwa'ahum. Tash nuk e ka përmend autorin këtë libër, mirë po, është shumë interesant. Thot Allahu subhanahu wa taala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse njerëzit nuk të përgjigjen, dije se ata janë pasues të epsheve të tjera. Nëse njerëzit nuk ka rrugë tjetër. Nëse nuk I përgjigjen njerëzit thirrjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata janë automatikisht pasues të epshit. Ata janë pasues të epshit. Edhe normalisht domethënë feja jon na mëson neve që të jemi të kujdesshëm për arsye kur është pyetje epshi. Pikësparit domethënë të mos jetë motivuesi jon kryesor epshi ose pasioni për ndonjë gjë, për ndonjë të mirë të kësaj bote. Nuk guxojmë se e prishim tauhidin. Prandaj një prej llojeve të shirkut është me synu dunjan me veprimtarinë tënde, me synu dunjan. Kjo është një prej llojeve të shirku, siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala në ajet kuranor, men kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Kush e do jetën e kësaj dunjaje dhe stolit e saj, thot Allahu subhanahu wa taala, ne do t'ja japim. Çati që do Allahu I jep këtë dunjën. Kjo është kuptimi I ajetit. Kujt doj Allahu I jep. Kush e synon, domethënë jetën e kësaj dunjaje, thot Allahu do t'ja japim. Dhe s'do t'ju mungojnë njerëzve këtu. Kur gjon këtë botë. Ama në ahiret ulaike laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Në ahiret s'kan vetëm se zjarr. Vetëm se zjarr. Dhe këtë ato që kanë punu do të shkatërrohet. Dhe është e kot ajo që kanë punu ata. Wa batilu ma kanu ya'malun. Thënë dietar se ai I cili domethënë e ka synim të mirat e kësaj dunjaje. Bile edhe ai I cili këtu nën kuptohet nga kjo ajet kuranor, edhe ai I cili e bën një punë për hir të Allahut.
Shumë shmena si ta kuptoni këtë. Ai i cili e bën një punë për hir të Allahut. Mira më ka qef që të përfitojë në këtë dynjë. Për shembull, dikush agjeron për hir të Allahut, krejt në rregull është, e di se urdhni se agjeron, ama nuk mendon shumë për shpërblimin që do ta fitojë te Allahu, po ka qef që të përfitojë të mira, domethënë për trupin e tij, për shëndetin e tij në këtë dynjë. Shirk. Që kjo është idhujtari. Del domethënë për arsye se atë e motivon diçka tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, domethënë për me lëviz, për me punu, për me lodh, për me vepru, domethënë në këtë dynjë. Qëndrimi i drejtë ndaj pasioneve të ndryshme, për mos mu bë robër të pasioneve, se njeriu pa i pas ato epshe, nuk mundet edhe me jetu. Sa ato i nevojiten, domethënë pasioni është, nuk është krejt e keqe, mi po nuk është edhe krejt, domethënë e lejume. Krejt e mirë. Se pasionet domethënë të nxisin që të mirën një kënaqësi të kësaj dunjoje ta përvetësosh dhe ta përfitosh më një herë, edhe mos me lëmë për në të ardhmen. Epshi që ata domethënë e kërkon për njeriut. Pasioni, kur ta shohësh ti një të mirë, domethënë detyron që më një herë ta përfitosh. E kjo zakonisht njerëzit i shtin gjuna kjo dëshirë, prandaj duhet me gdhent edhe me kanalizu, domethënë epshin. Epshi, për shembull, epshi ndaj pasioni ndaj se çdo herë përmend, ndaj femrave për shembull. Kjo nuk është krejt haram. Mi po shariati e kanalizon, edhe modifikon. Domethënë jo çdo ose ta marrim dhe një shembull tjetër atë. Jo çdo herë kur ta shohësh ti një veshje të bukur në një vitrinë, domethënë, ke drejt domethënë me thyt xhamin edhe me marr. Se ti ke dëshiron që ta kesh atë. Ja, më ka rregulla tjera, domethënë gjithashtu. Përmend Ibn Kaimi rahimahullahu taala për shembull pasioni që është për mu martu. Është normale me pas këtë qef, këtë dëshirë, këtë nevojë, është normale kjo. Mira më duhet të kanalizohet. Çdo herë që njeriu ndjen nevojë për me pas, domethënë kontakt për shembull me gjinin e kundërt, ajo s'do me thonë se është e lejuar domethënë me bëj çka mos me bëj zina, me bëj haramat, në absolutisht. Duhet domethënë që epshen e tij ta nxjerr, si thot Ibn Kaimi rahimahullahu taala, prej vendeve, prej domeneve të shkatrimit, me nxjerr domethënë në rrugën edhe në domenin e shariatit, që është martesa në këtë rast. Martesa 1, 2, 3, 4. Kryesorja qëndrimi i drejtë i shariatit, domethënë qëndrimi i drejtë i shariatit është se epshet domethënë orientohen. Ato nuk edhe për dallim domethënë prej murgërisë, kallugjerizmit, të cilët domethënë i kanë ndaluar krejt epshet e kësaj dhunjaje. Domethënë e kanë ndaluar martesën, e kanë ndaluar domethënë veshjen e mirë, e kanë ndaluar kjo është domethënë ajo murgëria të cilën Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur dhe e ka trajtuar edhe ka vlerësuar domethënë si diçka që bie ndesh me natyrën në të cilën e krijoi Allahu subhanahu wa taala njeriu. Domethënë nuk është e mundur që të jetojmë ne. Kemi epsh për me ushqy, për me u vesh, për me u martu, për gjithçka. Mirë po këto nuk duhet të kanalizohen dhe nuk duhet të jenë motivacioni kryesor që neve na bëjnë të lëvizim. Sa atëherë do të kemi probleme të tauhidit. Atëherë do të bim domethënë në probleme të besimit. E shef, domethënë prandaj mendoj se është temë interesante, nuk e di, ndoshta është trajtuar edhe prej xhallarëve të tjerë, mirë po, domethënë këndvështrimi domethënë ose trajtimi i epshit nga këndvështrimi i akides. Nga këndvështrimi i akides. Ibn al-Jauzi, një dietar tjetër, thotë se epshin, domethënë edhe logjika janë dy motivacione të njeriu që çdo herë më mirë del domethënë logjika. Çdo herë që të paraqitet një nevojë, domethënë një pasion, thotë duhet ta çojsh, ta paraqesh këtë nevojën tënde përpara gjykatësit, i cili quhet logjik. Se logjika çdo herë është më e mirë se sa, domethënë epshi. Epshi kur ta shohësh si thash një diçka të bukur edhe që ti dëshiron ta përvetësosh, domethënë epshi kërkon më një herë çati për çati me e përvetësuti edhe me marr për vete. Kurse logjika pa mendun pasojat, kurse logjika domethënë ka dalë. Ndalen. Nëse unë e bëj këtë vepër tash, a do të kem ndonjë pasojë?
Nëse unë bëm vaki kënaqem 5 minuta tash mirë, po bëm vaki pasojat janë çaq tranda sa që më mirë mos kënaqem. Ha? Domethënë çdo herë që na paraqitet nevoja, domethënë për me realizu ëndjet e dëshirave tona, duhet që këto ëndje t'i parashtrojmë përpara një gjykatësi që quhet logjik. Se para asaj ne duhet ta mësojmë mirë shariatin, për arsye se respektimi ose ndjekja e epsheve të ndryshme është, domethënë, vepër e qortuar edhe me shariat, edhe me logjik. Para së gjithësh është shariati. Thot Allahu subhanahu wa taala, unë përmenda disa prej ajeteve përpara, prandaj kalova direkt domethënë te qortimi i epsheve sipas logjikës. Prej ajeteve tjera gjithashtu që Allahu subhanahu wa taala e përmend në konotacion negativ ndjekjen dhe pasimin e epsheve. Thot Allahu subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fasawfa yulqawna ghayya. Pas njerëzve të mirë erdhën disa brezni të tjerë, të cilat e humbën namazin, e pasun epshin, që në kondicion negativ, fasawfa yulqawna ghayya, dhe ata do të dënohen në xhehenem, për arsye se pasimi i epshit, domethënë i cili pa kur një farë pa kur një farë rregulli, pa kur një farë modifikimi, pa kur një farë kufiri, domethënë është një vepër, domethënë e qortuar e cila njeriu e shpin deri te, domethënë ka mundësi me çu deri te kufri, edhe deri te shirku. Për arsye se një domethënë dëshirë, nëse vazhdimisht njeriu e parafituron në mendjen ose në zemrën e tij, se sipas shumicës dietarëve, domethënë mendimi dhe meditimi bëhen me zemër e nuk bëhen me tru. Një njeri i cili vazhdimisht parafituron fotografi të ndryshme të cilat ai do, ato pamje të ndryshme, domethënë ka mundësi që me mri deri në një situatë kur ato e mbizotrojnë, ato dëshirat, ato epsh, ato pasione, mbizotrojnë zemrën e tij. Edhe zemra pastaj bëhet si rob. Zemra pastaj bëhet tamam, domethënë sikurse rob i qefeve apo pasioneve të ndryshme që njeriu i ka. Edhe si vepron mas e njeri, bëhet sikurse me kon i lidhur me kapistër, me kërpesh. Ku ta çojë qefi, domethënë i nënshtrohet edhe bëhet i pafuqishëm. Domethënë bëhet i pafuqishëm përballë kërkesave të ndryshme që ja kërkon, domethënë pasioni, Ati mirë po, besimtari i vërtet, domethënë i ka parasysh, i ka ai i cili është i mençur, i ka parasysh pikëspari, domethënë pasojat, e ka parasysh domethënë se pasimi dhe ndjekja e epshit, domethënë shpihen deri te robrimi i zemrës tande dhe vazhdimisht domethënë duke i pas parasysh këto rregulla largohet. Unë do ta citoj një fjalë të Ibn Kaimit rahimahullahu taala, e cila domethënë fjalë për një më kalon shumë bresa, domethënë të mëdha të librit i Fawaid. E ka një libër Ibn Kaimi që ka quajtur domethënë Fawaid, edhe aty ka shkruajtur çka jo shkruajtur ndonjë mesele, se ka ndonjëherë ai ki posi të vinë ato zakonisht, domethënë njerëzve që mirën me shkencë dhe studian, ju vijnë disa mendime, edhe kur i ka ardhur ndonjë mendim, ai nuk është ul apo stafat kështu për me shkruajt libër, mirë po kur i ka ardhur ndonjë mendim shumë interesant, ka shkuar edhe e ka shkruajt edhe pastaj domethënë është përfunduar faktikisht ato dobi të ndryshme që i kanë ardhur në mendjen e tij, si një libër që quhet Fawaid. Fawaid domethënë dobi të ndryshme shkencore që janë kujtuar aty dhe i ka regjistruar. Kishini çka thot Ibn Kaimi rahimahullahu taala për ata i cili domethënë pason epshin, ose çka domethënë pse është ka ndonjëherë thot dikush për shembull smuj me frenu veten, nuk mundem me frenu veten përpara një kënaqësie e cila paraqitet para meje. Mirë po, i mençur është ai i cili e frenon vetveten edhe e logjikon mirë një punë. Se më mirë është me bën pak sabër se sa pasojat e këqija të cilat i sjell respektimi i pasionit apo i epshit. Thot durimi Ibn Kaimi. Durimi në braktisjen e një pasioni është më i lehtë se durimi i asaj që e shkakton i njëjti. Me bën sabër të e lën një epsh, me bën sabër dhe mos me e pasu një epsh, kjo është rënd, mirë po është më lehtë se sa pasoja që ka me t'i sjell, domethënë respektimi i epshit tant.
nga se pasioni ose do shkaktoj dhimbje dhe dënim, ose do të humb një kënaqësi më të mirë. Dikush e shfrytëzon, e respekton epshin e vet, mirë po ka me humb një kënaqësi më të madhe, të cilën do ta kishte mrisi kur mos e kishte respektuar epshin e vet. Ose do humb një kohë që do shkaktoj keqardhje, ose do të cenoj nderin, ekzistimi i cilit është më i dobishëm se pasionin, respektimi i pasionit. Dikush do me thonë e respekton një epsh, një dëshirë, e cila është normalisht, do të thonë nën kupton me bën një punë haram, pse se thotë unë smujta mos me bë. A në realitet ajo ka me shkaktu, pastaj ka me cenu nderin ati, a me pas nderin do të ishte shumë një punë më e madhe se sa që e ka respektuar epshin e tij. Ose do harxhoj pasuri, mbetja e së cilës është më e mirë se harxhimi, ose do rrezoj famën dhe pozitën, mbetja të cilave është më e mirë se sa rrezimi dhe humbja së famës dhe pozitës, ose do menjanoj një begatim, mbetja e së cilës është më e lezetshme dhe më e ëmbël se shfryrja e epshit, ose do i hap rrugën një të poshtrit që e ka pas të mbyllur më parë, ose do sjell brenga, pikëllim, frikë, që janë shumë të mëdha se kënaqësia e epshit, shumë më të mëdha se kënaqësia e epshit, ose do shkaktoj harresën e një diturie, kujtesa, ose do të shkaktoj harresën e një diturie, kujtesa e së cilës është më e lezetshme se shfryrja e epshit, ose do t'i gëzoj armiqt, pasimi e epshit, e t'i pikëlloj miqt, ose do pengoj arritjen e një dhuntie të ardhshme, ose do shkaktoj një turp, që do mbetet cilësi e pandare jotja, nga se veprat përcaktojnë karakteristikat dhe moralin. Vazhdimisht i punon, a shumë vallai spedive që më do me thonë shumë tepër më do thonë kalon mbres kjo fjalë Ibn Kaimi që është përmend në librin e tij Fawaid, më duket se është edhe libri i përkthyer edhe në gjuhën shqipe. Me thonë, shikoni këtë fjalën e fundit, ose do shkaktoj një turp që do të mbetet, se veç me vu gishtin do me thonë mendje dhe me mendu para se me bë, para se mi u përgjigj kërkesave të epshit tant. Epshin e kupteni, pasionin, ëndjet, qefet, ëndjet e ndryshme, që të shtin me bë gjuna. Tash është i mençuri, do me thonë, më mirë ndalet se di se pasojat janë shumë më të këqija se sa përfitimi që do ta ketë momental ai. Pse se ka mundësi, do me thonë, që të turprohesh dhe pastaj, do me thonë, të bëhet cilësi e pandar ajo, sepse veprat i përcaktojnë karakteristikat edhe moralit. Veprat e ndryshme, me thonë që i bën njeriu i cili vazhdimisht punon diçka, vazhdimisht vepron, vazhdimisht do me thonë mirët me diçka, e ki pa, për shembull dihet për ndonjërin është besnik. Pse në jetën e vet, me thonë çdo herë e ka tregu besnikëri. Ndonjëri do me thonë e merr pseudonimin Ranacak, dikush tradhtar, dikush i labil, dikush i drejt, dikush i qëndrueshëm, dikush njerë me principe, pse se veprat janë ato të cilët i vazhdimisht i bën, veprat janë ato të cilët e përcaktojnë pastaj, do me thonë i përcaktojnë karakteristikat kryesore të ujat. I përcaktojnë, do me thonë, karakteristikat kryesore që i posedon një njeri. Prej, do me thonë, shembujve më të rëndësishëm, do me thonë, që i përmendin kur është në pyetje, do me thonë, epshi dhe pasioni, epshet e ndryshme dhe ëndjet e ndryshme të kësaj dhunjoje është, do me thonë, pasioni që njerëzit kanë ndaj grave, ndaj pasurisë dhe ndaj famës. Këto, inshallahu taala, ndonjë rast tjetër, kur të më vjen radha, do të mundohemi, do me thonë, që ti elaborojmë, duke lutë Allahun subhanahu wa taala që të na ndihmojë neve edhe juve. Është interesant një rast, edhe me këtë ta mbylli, do me thonë, këtë dersin, është një rast përmendet një beduin. Megjithëse beduinët janë njerëz, do me thonë, e kuptoni më vetë fjalën beduin që do me thonë, njerëz arab, do me thonë, nomad, të cilët nuk janë ndoshta nuk kanë qenë të shkolluar, mirë po ka pas për atyre që kanë qenë shumë të mençur. Ibn al-Jauzi, do me thonë nuk është Ibn Kaim al-Jauzi, po Ibn al-Jauzi tregon në një prej librave të tij se një beduin e ka dashur shumë një femër. Shumë e ka dashur, vazhdimisht, do me thonë, ka mendu për ta, derisa në një moment, do me thonë, takohet me ta dhe i mundsohet me bën zina. Edhe siç përmendat aty, do me thonë, kur bëhet hazër,
për me bë, domethënë, zina, e përkujton Allahun azza wa jall. Edhe e përkujton ahiretin. E thot vallahi, thot njeriu i cili e shet xhenetin, gjerësia e të cilit është sa qiejt dhe toka, për një pjesë të vogël, domethënë kështu, e ban, thot vallahi, thot s'di me krahasu se cila hapësirë është, domethënë më e madhe. Amash. Xheneti gjerësia e të cilit është sa qiejt edhe toka. Domethënë e shet për një kënaqësi të vogël, edhe ai domethënë tregon me gishtat e tij për atë hapësinë, thotë vërtet, domethënë ajo nuk është njeriu i cili është larg pamës dhe ditë i madh dhe ti krahasoj gjërat. Kjo është domethënë me qenë i logjikshëm, edhe me qenë domethënë mendje mpret, edhe mos me ra domethënë mos mu bë rob i dëshirave dhe ëndjeve të ndryshme, për arsye se kjo vetëm se na e prish besimin, na e shkatron jetën, na turpron edhe na sjell domethënë pasoja të cilat janë shumë më të dëmshme se sa domethënë në krahasim me atë kënaqësi të cilën domethënë dikush pasues i epshit e ka përjetuar. Elus Allahu subhanahu wa taala që të na mbroj prej pasimit të epshit. Elus Allahu subhanahu wa taala që të na përforcoj në rrugën e tij. Wa akhiru da'wana in alhamdulillahi rabbil alamin. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته خلقا كريما